Kur ka zbi surja Hadid e Mekës, në kapitinin e hekurit e ka zbrit Allahu ajetin e zbutjes së zemrës, për të treguar se ky ajet edhe ky Kur'an jo që zbut zemrën, po ki kodrat i shkrin, ky qeliku në zbut e lemo njerën apo. Andaj Allahu tha alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. Askar koha, ball, ajo pritën ball. Mjaft. Alam ya'ni lil ladina an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Asër koha që zemrat e besimtarëve tashmë të përullën, gjynzohen para madhnisë Allahu xhallahu ala, dhe të pranojnë atë që ka zbritur nga e vërteta. Thot Ibn Mesudi, mes këtij ajeti, apo dhe fillimit s'ka pas miq 5 vjet. Para më në Mekë, duke u torturu, e duke u kështretu sahabët në Mekë, Allahu tha, po, sabër, po bani ama, zemra duhet më përru të ka Allahu xhalla xhelaluhu. Wallahi, kur e zemra rregull, s'ka problem. Vjen urni, ahlan wa sahlan, mirë se vjen ndalesa, mirë se vjen. Gjithçka është më lehtë. Edhe bashkimi që çdo të ndodhë.